Nertil Belaj, kryetari i Bashkisë Selenicë prej vitit 2023, me një përvojë të gjatë në administratën publike në shumë fusha përgjegjësie të saj. Nertil, Bashkia Selenicë në fakt në kujtimet tona edhe nga librat, po edhe nga të gjithë që e njohin për minierën e bitumit. Më shumë në fakt do na flisni ju për Bashkinë Selenicë. Unë në fakt vetë nuk e kam vizituar Bashkinë Selenicë dhe nëse do të jem e ftuar a juaj ndonjë ditë në Selenicë, ku do të më çonit në pikat më të bukura që ju i keni si avantazhe konkurruese të zonës. Shumë faleminderit për ftesën, unë e prita me shumë kënaqësi. Selenica njihet nga të gjithë për atë shprehjen e famshme të bitumit që është troj rrugët e Europës. Por ka dhe ikonografin David Selenicari. Janë dy gjëra që e lidhin si qytet, por me reformën territoriale të vitit 2014, Bashkia e Selenicës është një bashki tani edhe më e shtrirë. Nuk është vetëm si qendër, por ka dhe 6 njësi administrative. Dhe përveç zhvillimit të bitumit, ka pasur tani dhe disa fusha të tjera të ekonomisë, siç është nafta, që është në zona e Gorrishtit, dhe zonë bujësore blegtorale, që është e gjithë për blegtorin, për ato kecat e mirë që rishin në ato zonë. E gjithë njësinë e saj. Ka disa pasuri që nuk janë vetëm të Selenicës, po janë kombëtare, siç është Amandia. Amandia është Olimpia. Kemi shpellat e shkruara të Lepenicës, janë ujvara të shumë. Kemi një po disa ujvara, por ajo është një nga ujvarat që këto kohë e fundit edhe po ecën goxha. Është ura e Vratit. Janë shumë pasuri që shumë thesare për mua të cilat pasuluara. Nuk kanë qenë shumë të ndoshta të promovuara. Tani ne munduar që të ecim ti promovojmë. Në fakt në këtë detyrë si administratori i njësie vendore, që është një detyrë me përgjegjësi, edhe në fakt pesha e fjalës është e rëndësishme. Cili është pengu juaj për këto 3 vite që kanë kaluar? Keni ndonjë objektiv që nuk e keni realizuar dot edhe do doni që në vitin që vjen ta përmbyllnit? Bashkia dhe koncepti kur thua Selenicë ka të bëjë direkt me bitumin dhe ndonjëherë kur ne bëjmë një mbajtje rrugësh ose kur bëjmë ndonjë rrugë me beton ose bëjmë ndonjë rrugë, një shprehje njerëz është po pse i bëni me beton, po si bëni me atë bitumin e Selenicës. Dhe kjo është si peng që duhet që periudhën që do vi, ne si bashki të munduemi që këtë rërën bituminoze, e cila është aty në rëndësi të tokës, sepse minierat janë private, nuk timi që ka një leje. Merren me koncesion dhe punojnë nga të tretë. Janë marrëveshje që duhet bërë midis bashkisë, midis firmave. Është me procedurë si gjithë të tjera. Duhen edhe mjete, sepse ajo është një komponent që nuk mund dalë gjatë gjithë periudhës së kohës, del vetëm në periudhën ngushtë, pra kur ka temperaturë të lartë. Dhe kjo më ka ngel si pengë, kam si synim që në vazhdim ta nxjerrim dhe të përdorim gjitha për rrugët lidhëse të fshatrave, por edhe në rrugët bujësore. Do të operoj si një ndërmarrje. Pra, kjo është një ndërmarrje ku ne të mundsojmë që ta nxjerrim. Edhe të bëni atë ëndrrën tuaj që duke qenë se keni vetë burimet natyrore aty të keni. Ka dhe kosto dhe më të ulët, sepse ne i mirëmbajmë, i riparojmë me çaku, por shirat sepse ne kemi territor malor edhe një shi e heq dhe çaku, dhe pastaj duket gjë. Ajo që ju karakterizon si zonë janë dhe shprehje popullore pak me romuze dhe cinike në fakt, po për një situatë të tillë mund ma gjesh një shprehje të lezetshme popullore që e keni aty burimin, po ende pas kaq kohësh nuk janë të shtruara të gjitha rrugët e Selenicës, ndërkohë që miniera e bitumit në Selenicë ka shtruar rrugët e Europës, ashtu siç. I themi që e kemi aty që i Zoti rregullon shpini fundit. Të keni aty. Tani duke qenë se është një karrierë e tillë pjesë e bashkisë dhe territorit tuaj, po për endën minerare, sa arkëton në vit Bashkia Selenicë nga kjo pasuri që ka pasur dhe ka? Ky është një problem që jo vetëm i bashkisë, po është për gjitha njësitë vendore që kanë. Ndonjëherë njerëzit nuk e dinë, se kanë një të dhënë se sa merr bashkia nga këto renda.
por kur unë them vlerën se sa marrim ne për një vit, rent minerare jo vetëm nga miniera, por edhe nga nafta, sepse ne kemi një vend, ne kemi një vend burim që quhet Gorrishti, edhe Amonica është vend burimi i madh i naftës, dhe ne marrim rreth 6 milion të vjetra, 6 milion të reja rent minerare. Dhe njerëzit kur shikojnë që kalojnë kamionët, kur shikojnë që punojnë, kur shikojnë që kalojnë nafta, po investimet prapsh. Ka një problematikë edhe në caktimin e rentës me ligj, që ne marrim 5% të rentës që përfiton shteti, po. Në dhe 5% e merr qendra. Po pra ne marrim 0.5%. Edhe në mënyrë të vazhdueshme kemi bërë kërkesa edhe në shoqatën e bashkive, ka pasur një iniciativë para disa vitesh, por ajo ngeli në letër dhe ende nuk është përkthyer në ndryshim të këtyre të ardhurave që t'i shkojnë komuniteteve nga të cilët merren këto burime. Besoj do të bërë sepse këto pasuri kemi ne. A dikush ka detin, dikush ka liqenin, dikush ka malin. Pra patjetër, jo. Duhet të marrin diçka nga pasuria e tyre në territor. Sepse paragjykohemi për mos përmbushje dhe kompetencash pasaj në kushtet kur nuk kemi financa mjaftueshme, ndërkohë që edhe për ligjin për tatimin mbi fitimin, dosha të ndalem këtu, në ligj thuhet që duhet të marrim si taks të ndarë një pjesë të tatimit fitimit që realizohet nga subjektet brenda territorit të një bashkie, po ne ende sot nuk marrim një pjesë të kësaj takse. Po taksa për bizneset e vogla që ishte më para disa kohësh. Është shkruar, gjërat janë të shkruara në ligj, po nuk është se ato implementohen ashtu siç janë të shkruara. Ne kemi më shumë kopaçe bashkit i mbajnë kurriz, po në fund. Po kopaçet i kemi. Ato nuk na ndahen. Nisur dhe nga profili bashkisë suaj që ka burime hidrike pafund, si lumi i Vjosës, lumi i Shushicës, ka ndonjë projekt interesant bashkia për turizmin në këtë fushë? Për të shfrytzuar dhe si 70% të saj ne prekemi nga të dy lumet, pra nga një i themi lumi i Vjosës ka 2 deg, pra edhe lumi i Shushicës dhe lumi i Vjosës, i cili është dhe park kombëtar. Po midis këtyre dy lumeve ka dhe perrenj, sepse ne kemi komplet ne vetëm pjesën e Vjosës nuk prekemi nga male, pastaj gjitha është futur midis malesh. Edhe ka dhe perrenj, ka dhe po një veçori që kemi shumë të mirë është që ne kemi ujë të kripur themu në male dhe kur ma dëgjojnë këtë është i veçantë. Kur ma dëgjojnë nuk e besojnë, po është e vërtet. Dhe ne po ecim me një projekt për ta bërë si atrasion turistik. Ajo është një pjesë më fundore të bashkisë, po është më e bukur, është midis Bashit dhe Vërmikut, ku aty ka edhe një burim të madh uji, i cili më vonë shkon si një pjesë për një kanal që shkon në hidrocentral në Lepenis, që ka qenë që nga sistemi i ndërtuar. Por mundohemi që te ura e Bratit, ku është pjesa e lumit, sa kam ardhur unë si kryetar bashkie, i kam dhënë një fokus të veçantë të promovimit të këtyre pasurive, siç janë që kanë bënë dhe me lumejt, dhe pikërisht ura e Bratit, këto 2 vjet është kthyer në një atraksion turistik. Po, të jep avantazh ajo pjesë për tu marrë me sportin e rafting, apo? Jo, bëjnë ecje në këmbë. Jo, them, ta ofron jo, sepse atë vetëm janë është. Nuk ta ofron këmbë. Kjo lumi ne përveç se quhet lumi i Shushicës, quhet lumi i Bardh, sepse në midis lumit ka gure dhe lahet ujë nga gure, se plaset nëpër gure dhe nuk të jap mundësinë në këto pikë, pra në Shushicë për të bërë rafting. Në Vjos në një pjesë nga ura e Puçemit dhe me varka të vogla, apo jo si në Oslo. Është përfolur së fundmi edhe nga kryeministri për iniciativat e bashkive për të operuar edhe si bashki sipërmarrëse. Duke qenë se ju jeni një bashkëjet me karakter bujqësor patjetër, blegtoria zë të veçantë aty. Kam parë që edhe keni iniciuar dëgjesa publike me komunitetin për ta parë edhe kuadrin e zbatimit të ligjshmërisë, si krijimin e SBB-ve apo grupeve vendore, apo edhe në ndërmarrje publike me partneritet privat. Si ka ecur kjo? Bashkia jonë është tipike, bujqësore, blegtorale dhe zhvillim turistik malor. Po, është tipike. Ne kemi një cikël të mbyllur për një pjesë të gjithë pra. E ndajmë bashkinë në 2 pjesë, në pjesën që është kodra të vogla dhe fusha dhe pastaj në kodra më malore. Në pjesën e kodra më malore është e përqendruar blegtoria dhe Baxhot.
pjesën e poshtme është përqendruar më shumë bujqësia dhe të gjitha prodhimet që këta prodhojnë në armen në fusha i marrin gjithmonë për bagëtit dhe pastaj bëjnë përpunimin e qumshit dhe del në treg. Kemi dhe një zhvillim tjetër të vajit të ullirit. Pra, këto kohët e fundit ka pasur një boom të madh edhe për mbjellje të reja, por edhe fillojnë sepse e ulliri ka një gjatësi të tij që fillon dhe vendoset në prodhim. Pra, e ka mbyll para 6-7 vjetësh edhe sot po shikojnë që edhe interesi ka filluar lëvizja e çmimit dhe pikërisht për tregtimin, për marketimin e vajit të ullirit ne jemi duke diskutuar, duke folur me të gjitha këto fabrikat dhe me fermerë të zonës që të krijojmë një ndërmarrje në SHPB, që të dalim me një vaj, me një brand, po edhe duke u krijuar mundësi njerëzve, sepse në momentin që dihet që shitja e garantuar, fillojnë dhe njerëzit të punojnë. Kjo do jetë një nga synimet e jona për të zhvilluar, sepse zhvillimi ekonomik është zhvillim në total. Patjetër që kjo ndikon edhe në ekonominë lokale. Nisit vendore përrohen me buxhete afatmesme në bazë të ligjit të 2008-s, cilat janë sfidat e këtij buxheti afatmesëm që ju kaluat në dhjetor të vitit që lam pas. Pra, projektet që ju keni në buxhetin afatmesëm e të ardhurat tuaja, dhe një projekt tjetër që ne si bashki, në drejtimin kemi së bashku me këshilltarët, e kemi vendosur të 4 vjeçar do të kemi fokus më të madh te infrastruktura rrugore. Sepse në momentin që u krijon kushtet për të shkuar te shtëpia, pastaj për të shkuar te toka, njerëzit fillojnë dhe investojnë. Dhe ne kemi bërë shumë kilometra rrugë këto 3 vite dhe kemi parë që shumë njerëz kanë filluar dhe riparojnë shtëpitë e tyre. Dhe kjo është një tregues shumë i madh. Vetëm në mandatin tim këto 3 vite janë bërë më shumë se 400 aplikime për paketën e maleve. Jo për paketën e maleve, po kanë rregulluar shtëpitë. Aha, për mirëmbajtjet e shtëpive. Pra kanë filluar dhe mirëmbajnë shtëpitë, sepse ka një trend para sa kohësh lëvizin, ka një 4-5 vjet ku ka filluar që nuk i lënë më trojet e vjetra dhe nuk shesin kollaj më toka. Pra, qofse para 3-4 vjetësh mund të blihet toka dhe ne, sot nuk po shesin. Është rritur, po edhe nuk po shesin. Duan t'i mbajnë vetë, sepse fëmijët që janë jashtë po investojnë, se sipas një analize që më bëri dikush kishte të drejtë. Unë kam shtëpi në fshat, do shkoj për gjysmore në qytet. Pse do blej një shtëpi në qytet e cila mund të shkoj 130-150 mijë euro? Jo, kjo është një vështirësi ekonomike dhe logjike. Dhe ka filluar me 400 janë pak se ku deri 10 ka pas fare. Jo. Kjo tregon edhe një interes për të qëndruar në vendin e vet. Edhe gjë shumë e mirë edhe për zonën aty që ju përfaqësoni. Dhe infrastruktura ka bërë këtë të mundur, duke parë njerëzit, duke u mirëmbajtur rrugët, duke shtruar rrugët me asfalt, por edhe qeveria ka ndikuar goxha në rrugën e Lumit të Vlorës, e cila ishte një ka qenë një nga ngren me vite ajo pjesë. Ka pas një debat në lidhje me trajektoren e kësaj përplasje midis fondit zhvillimit dhe juve apo? Jo, nuk kemi pas. Pa informacioni pasakt. Nuk kemi pas në thjesht. Jemi falendërues për atë rrugë. Jemi në kuadër të aplikimeve për paketën e maleve. Bashkia juaj është një nga bashkitë që ka zëruar edhe daljen e vendimit të qeverisë për zonat prioritare. Si ecën ky proces? Ka interes nga paketa e maleve dhe ne ka një interes shumë të lartë. Deri para disa ditësh rreth 150 aplikime, pra që kishin shprehur interes për paketën e maleve. Ne kemi shpallur 36 zona. Po punojmë akoma një vetëm tjetër për të shpallur disa zona të tjera. Si fillim nuk e kuptuan njerëzit, por gradualisht duke i sqaruar, duke bërë djesa, duke folur, mund të them që kemi 5-6 biznese të cilat e kanë hartuar edhe projektin se çfarë do të bëjnë në agroturizëm dhe kanë hecur paraprakisht në kuptimin që po ecin para pavarësisht se do procedurën e saj me dëgjesa, me shpalljen procedurës pronar, por ata po ecin gradualisht për të bërë dhe idenë që do të bëjnë, sepse edhe fshati e di gjë. Patjetër duhet të jenë edhe në njohje të lishmërisë edhe procedurës si duhet përfshirë. Por edhe ka një interes të madh, kjo rruga e Lumit ka bërë që 2-3 biznese të funksionojnë dhe funksionojnë goxha mirë. Duke parë bizneset dhe njerëzit që po shikojnë që po ecin, edhe ata kanë filluar
ta shikojnë si një mundësi për të zhvilluar. Dhe kjo është gjë e mirë sepse është një zhvillim i cili nuk ka shumë, edhe vetë procedura në bas ligjit nuk ka shumë pengesa burokracire, është një proces, besoj që do eci. Unë mendoj që vetëm një kleç ka ajo. Pra në fshat kur ne shkojmë të thonë që është ati që kërkon. Pra, nëse arrin që ai me të vjetrën që ka idenë për ta investuar. Edhe ka të tim, me të vjetrën nuk besoj që pengon dikush, pra kur e din të gjithë sepse ne Po pra, kur është fakti i njohur botërisht që kjo është kështu. I din banorët se e kujtësh, nuk ka i kanë zaptuar kuptimin që i kanë qenë aty me stane, kanë qenë me bakti dhe i kanë një memorie të fshatit. Vitet e fundit ka pasur një tendencë për heqjet kompetencave të pushtetit vendor në drejtim të pushtetit qendror. Me arsyetimin se pushteti vendor nuk i ka kapacitetet e duhura për të bërë mirë disa fusha përgjegjësie. Në fakt, këtu ka një pikpyetje në fakt, edhe sepse ne në mënyrë të vazhdueshme kemi bërë kritikat tona për këtë, pasi këto kompetenca në shumë raste nuk delegohen me financa apo nuk janë të ndara sakt kompetencat në bazë të ligjit midis pushtetit qendror dhe vendor. Cili është mendimi i juaj në lidhje me këtë çështje? Këtë mendimi kam thënë para disa ditësh dhe mbledhja që kemi pas në kryetarët e bashkive. Ka një ligj organik për pagat dhe ky ligj i pagave ne na ka penalizuar. Si neve dhe ju si bashki. Pra një jurist në qytetin e Vlorës. Me vite, po. Pra mirë 600.000 lekë, një jurist në bashkinë tonë mirë 400.000 lekë. Tani, si mund të konkurojmë ne këtu të dy së bashku, kur u thash njëri lidh këmbët e duart, ai të bëjmë garë, nuk bëjmë dot garë ne. Pra ne garë ose konkurrojmë njëri tjetrin kur jemi të barabartë. Nëse duhet më shumë jurist në qytet të Vlorës, mbajnë 7, mbajnë 8, mbajnë 10. Po niveli. Ne duhet një, po pra ai është jurist. Për një punë të caktuar duhet që shpërblimi të jetë i mirë. Dhe kjo ka qenë një arsye që thoshin pastaj që shikoj se këto bashkitë rurale nuk ka njerëz për punë. Nuk është e vërtetë. Pra ne do të jemi të barabartë. Dhe të vlerësojmë si të barabartë, po të barabartë. Pavarësisht se ne jemi të barabartë dhe nga financa, dhe nga pozita, dhe nga lëvizja, po në fakt edhe darja e këtij kategorizimit midis bashkive për nivel pagash nuk ka sens logjik. Nuk ka. Sepse në fund të ditës një punë e caktuar duhet shpërblyer me të njëjtën vlerë. Nuk ka pse sepse ju jeni dhe ekonomist dhe në konceptin e ekonomisë. Po pse shteti shqiptar një jurist në Vlorë ka njësoj sa një jurist në Tiranë në administratë shtetërore? Pra, duhet ishte njësoj. Dhe kjo çfarë bëri? Kjo bëri që njerëzit gradualisht të esin drejt qytetit. Pra të kërkonin një punë më të mirë në qytet. Po edhe Vlora po ta zëm nga Tirana kishte disnivel, kërkonin në Tiranë. Tani ne nuk presim të vinë njerëzit mbrapsht tani. Pra, se jo, edhe mund të vinë mbrapsht nëse ata janë të mirë paguar. Dhe çfarë ndodhi? Pra para një viti e gjysmë që lëvizën pagat, ne si bashki morëm një iniciativë. Pagat do t'i çojmë në maksimum. Pra, unë i kam çuar si bashki, pra të gjitha pagat, pra nga minimale në maksimale. Në maksimumin e VKM-s. Çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur që këtë një vit unë kam pas shumë interes nga qyteti i Vlorës për të ardhur në bashki. Dhe kanë ardhur. Ke bërë atraksion Selenis. Dhe kanë ardhur. Dhe kjo është rezon. Pra që nuk ka qenë mungesa e kapacitetit. Nuk ka qenë mungesa e kapacitetit, por ka qenë mekanizmat që ne na kanë penguar. Na sjellën kompetencat, i ka sjellë ligji kompetencat. Dhe një nga kompetencat ishte edhe për mirëmbajtjen e rrugëve ose edhe për bujqësinë që na kanë ardhur në 2016. Tani bashkisë tonë kanë ardhur 29 milion lekë të vjetra ose 2.9 milion lekë të reja për të mirëmbajtur rrugët. Banorët që më dëgjojnë e dinë se sa kilometra rrugë kemi ne. Ne kemi një shtrirje të gjërë geografike. Më shumë se 150 kilometra nga aksi kryesor për në fshat. Jo nga fshati për në te toka, jo brenda fshatit. Qendër fshati, rrugë nacionale. Dhe ata populli dhe njerëzit nuk e dinë se sa lekë marrën nga qeveria. Dhe kur u them këtë pastaj stepen, sepse ata gjithmonë kërkojnë ata mendojnë dhe ne. Dhe unë këtë u gjej një zgjidhje shumë e një shprehje popullore. Pra, ka qenë në atë kohë në Vlorë ka qenë një ndërmarrje që për ndër të eroj Perlatre Xhepi quhet Perlatre Xhepi. Që shtronte rrugët, mirëmbante rrugët dhe kishte edhe një fshat mes aplik quhet Perlat Sulça. Ai e mirëmbante rrugën me një lopat. Po ndonjëherë se bënte punën mirë dhe heqti nga fshati ata, do të heqin nga puna. Dhe i tha atë që ti më ngatronin këta. Pse i tha?
Po unë s'jojnë për latë e qepi, unë qojnë për latë surqe, me i lopata, nuk bëtet punët e kësaj, edhe kjo puna jonë tani, lekët si kemi shtetit, në me kaq lekë që ato bëjmë. Në fakt nuk është për të qeshur kjo, po me gjitha të... Jo, po kjo është e vërteta. Relacion humori në këtë mes, është e vërteta që në vitin 2015... Vërtet ne kanë sjellë, po... Në vitin 2015, vërtet u rritën kompetencat e bashkive, po nuk u deleguan me financat bashkangjitur siç e ka ligji për financat vendore, se të paktën duhet na jepnin mesatarin e 3 vitëve të fundit, të cilën kishte vetë pushteti qendror për kompetencat që na delegoi, duhet na jepsinin që në vitin e parë. Po nuk ndodhi ashtu siç thatë dhe ju, për rrugët na u kalua vetëm pagesa për mirëmbajtësit e rrugëve që minimaliste. Ata i kanë sjellë këtë vlerë para X vitesh, ku paga ka qenë 200.000, sot ka vajtë 500.000, 600.000, 700.000. Pra këto rriten këto punë. Të ecin. Dhe pastaj vazhdojmë te emergjencat. Tani emergjenca nuk është lokale, emergjenca është kombëtare. Pra kur ndodh një gjë është një gjë që i përket shtetit në thelb. Tani i bie që unë ti marr taksën e tokës bujqësore. Sepse të arrat e mia janë ose çdo bashkie është taksa e ndërtimit, taksa bujqësore e që ka ndonjë biznes. Tani unë ti marr këto taksat e atij që ti bëj rrugën, e tani them që shiko se u doj Po. Pra nuk taksat lokale për emergjencë. Dhe subjektet familjare duhet të kenë investime ose për mirëmbajtje, shërbimet për kaqe që ne ofrojmë. Për emergjencë, ne mund të jemi institucion, të bëjmë gjithë procedurën, po dësh problemet në parim do t'i kaloj shteti. Pra jo se s'duam ne. Po ne aq buxhet kemi. Ashtu siç theksuat ju, jemi në dëgjesat publike nga Komisioni i Reformës për reformën e re territoriale, që në fakt nuk vjen si një zë qytetar për të përkthyer për një ndryshim të hartës administrative territoriale, por vjen ashtu siç na është paraqitur si një raport performance i bashkive, duke justifikuar faktin që këto bashki nuk performojnë mirë, prandaj lind nevoja e një riformatimi të ri. Pak a shumë ju e cekët pak, po pyetja direkte është, a ka nevojë vërtet për një reformë të re, apo do të ishte më mirë që të kishim kompetencat ndara edhe financa përkatëse për ushtrimin e këtyre fushave të përgjegjësisë që ne kemi. Në ceka dhe parat e pagat e punojësit. Pra, modeli është në momentin që ti i çohet barabart, në momentin që ti i ndihmoje, ata filluan që të vinin dhe filluan që të ishin njësoj me disa punojës të qytetit tjetër. Ne nuk bëjmë këtu, ne i kemi një më të mirë ne apo dikush tjetër, se nuk e vlerësojmë ne. Është tjetër gjë pastaj. Por kemi dëgjuar që s'kan këto bashkitë e vogla, s'kan inxhinier, s'kan topograf, s'kan kështu. Jo nuk është e vërtet. Pra unë si bashki e vogël sot në stafin tim kam 8 deri në 10 inxhinier, arkitekt dhe topograf. Janë kompletuar, tamam me detyrimin minimal që ka ligji e i kalon. Është kompletuar. Ligji thot 6 minimalisht. Është kompletuar, pra jemi 8 deri në 10. Tani bashkit kanë dhe profil të ndryshëm. Ne kemi dy bashki kufitare, pra Himarën dhe Vlorën. Edhe. Tani çdo kush tjetër kryetar bashki në të dyja këto nuk mund ta ketë fokusin si te deti një problem të madh, edhe ta bujësia në periudhën e beharit ose të zjarrit ose 500 gjëra në kanabisit. Ka disa prioritete. Plus që ka sipërfaqe kjo punë. Ne jemi një bashki me 570 km2, e cila është e populluar në çdo cep të saj. Çdo shërbim në çdo cep të saj, sepse kur është krijuar ka qenë krijuar nga lufta, pra njerëzit vendosen në fshatat afër malit për të mbrojtur dhe kështu vazhdoi. Dhe duan rrugë, duan shërbim. Pastaj zonat rurale ndoshta edhe teknologjinë se përdojnë do aq mirë sepse kanë ngel një mosha po shkojnë drejt digitalizimit të shërbimeve, po është e vërtetë që moshat e treta duan tani ti ndihmosh, tani ti marrën nga mali ti çojnë në Vlorë. Është pak nonsens, por unë mendoj që duke ndarë bashkit me profilin e tyre, duke i buxhetuar mirë bashkit për profilin, pra unë jam bashki bujqësore blegtorare, mos më jep lek për arsim mua. Jep pak lek për arsim. Mos mund të them do bëjmë kaq shkolla, kaq kështu se nuk është nonsens. Ta çoj lek të Vlora. Tani mos mund të them që kam plazh, se s'kam plazh. Ti japësh Himarës, ti japësh Vlorës. Po bujqësinë, lektorinë, zhvillimin rural, edhe bashkia kur është e fokusuar në një drejtim, besojmë që ecën më mirë.
Ju mendoj që te bujqësia, te bashkia duhet të jepë bashkive kompetenca më të mëdha. Nuk ka kompetenca. Ne kemi thënë në disa takime që në ligjin për zhvillimin rural nuk ka asnjë kompetencë për pushtetin. Nuk na lidh ne si bashki shumë efemer. Ne na lidhet në një pikë. Po sepse ai që pastrojmë kanalet. Edhe mirëmbajtjen e kanaleve është një nga detyrat tona. Dhe kur unë them që është kjo edhe mirëmbajtja e rrugëve bujqësore. Por jo, pra, politika mund të bëhet makro, është e qeverisë. Kaq do marrin baktit, kaq do marrin serat, kaq po procedura, ndjekja do të jetë e bashkisë. Ne kemi një model të gjithë civile. Pse funksionon gjithë civile sot? Se funksion i deleguar. I deleguar, por çfarë ndodh? Pra, ata kanë një format, kanë një sistem të tyre dhe kontrollohen edhe nga ne. Dhe është mirë, kështu mund të jetë dhe bujqësia, kështu mund të jetë dhe legalizimet që duhet të jenë pranë. Pra duhet të jenë legalizimet kështu. Pra le të mbaj qeveria, të mbaj sistemet të gjitha, por thjesht ta punojnë që duke ndonjë këtu kanë një kontroll nga ne. Po ka dhe një përgjegjësi pune sepse qytetari do trokasi tek ne në rast se vonohet për shkak burokracisë, për shkak se nuk gjen të drejtën. Prandaj bashkia është dera ku troket qytetari dhe kërkon të gjejë një zgjedhje. Dhe sa më afër të jenë këto shërbime qytetarit. Unë mendoj që duhet të jenë më afër. Pritshmëria duhet të jenë më afër, se edhe kur bën këto reforma bën në fakt thonë që është buxhet ekonomik. Ne jemi një bashki me një borxh 3.6 ose 4%, pra s'kemi borxhe. Po. Kemi dalë një nga bashkitë që të ardhat për frym të veta. Jemi bashkia e 10 në Shqipëri. Pra, të ardhat tona që kemi mbledh vetë, pjesëtim për banorët, jemi nga bashkitë e Shqipërisë të 10. Për bashkitë e vogla jemi ndër të parët. Në drejtimin tim ne kemi rritur buxhetin e bashkisë me 50%. Të ardhat e veta. Pa rritur taksat. Pra, barra fiskale, ne mund të kemi një nga bashkitë në Shqipëri që e kemi barrën fiskale të vitit 2015 pa ndryshuar. Siç e gjetëm pa ndryshuar. Kemi 2025. Pak ligji për financat vendore thotë që tarifat dhe taksat duhet të rriten me inflacionin çdo vit. Po, ne kemi ndjekur këtë teori. Pra, ne kemi ndjekur teorinë që të mbledhim, sepse ka pasur një borxh të popullit të mbaj bashkisë. Dhe kemi zgjedhur këtë teori që të mbledhim lekët, njerëzit i paguajnë po kur shikojnë shërbimin. Pra, kur shikojnë shërbimin nga afër, kërkojnë që të marrin shërbimin. Kërkojnë pastaj edhe i paguajnë. Edhe na ka funksionuar. Vetë edhe kjo pjesa që lidhet me performancën, në fakt performanca, siç e kemi parë në raportet që na janë paraqitur, ka qenë një performancë në tërësi, duke mos i kategorizuar bashkit sipas niveleve, kur vjen puna te performanca, se kur vjen puna të tjerat i ndajnë me kategori, kurse në këtë rast nuk është se kanë bërë performancën në nivel kategorish bashkish. Dhe besoj që ka shumë vërejtje lidhur edhe mënyrën e bërjes së performancës dhe baza e gjithë kësaj reforme bazohet tek performanca e bashkive, mendoj se nuk është se s'ka si ta masin performancën, se tani si ta masin arsim mua ose si ta masin bujësi një dikujt tjetër, kur s'ka se ka fokus devijim nga e vërteta, nga edhe metodologjia e përdorur për këtë rast. Pra duke parë gjithë këtë larmishmëri të profileve të bashkive të ndryshme, ashtu siç është dhe ajo e Selenicës, dhe përkushtimi i një titullari apo administratori bashkive është që kërkon një angazhim dhe një kohë që do të marrësh patjetër nga familja. Si e balanconi ju kohën dhe sa ju kërkojnë llogari fëmijët kur vini vonë në shtëpi? Është vërtet detyra e kryetarit të bashkisë është një detyrë që ka dhe një përgjegjësi shumë të madhe dhe njerëzit duhet ta ndjejnë këtë. Domethënë, ke atë pjesën e moralshme që duhet. Çështja dhe unë kam problem shumë të madh se unë e kam çik më shumë se ç'duhet këtë punë, ndoshta duhet të shkoj dhe punën vetë dhe e vërteta është që mungojnë në shtëpi. Kjo është e vërteta shumë, po edhe falenderoj gruan që më pranon. Që edhe mbulon edhe pjesën e vajzës. Por tani kemi marrë një punë përsipër edhe duhet ta çojmë deri në fund edhe ta bëjmë atë sa më mirë të jetë e mundur. E vërtetë është që mungojmë. Shumë faleminderit Nertil, ishe shumë i mirë edhe faleminderit që u përgjigje ftesës sime. Ishte kënaqësi të kisha në studio dhe shumë shpejt do të vi në Selenicë. Po jemi pritur.